on this day. 1809 lindi Felix Mendelssohn, kompozitor dhe pianist i njohur gjerman. 3 shkurt, 1821 lindi Elizabeth Blackwell, fizikante anglo-amerikane, ishte gruaja e parë që mori një diplomë në mjekësi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 1914 lindi George Nissen, gjimnast amerikan që zhvilloi trampolinën moderne dhe bëri një sport mbar botror. Më 3 shkurt të vitit 1969 lindi Beau Biden, në 2007 u bë krye prokurori i 44 i Delaware, pasi shërbeu në Irak si pjesë e ushtrisë amerikane. Isla Fisher ka sot ditëlindjen, aktoreja australiane, mori fame me filmin Gatsby i Madh dhe Shalli i Jeshil. 3 shkurt 1977 lindi këngëtari me famë ndërkombëtar i reggaetonit, Daddy Yankee, gjatë bashkëpunimit me Luis Fonsi në 2017 sollën singllin që u bë fenomen Despacito. Sot ka ditëlindjen Amal Clooney, avokatja dhe aktivistja e njohur e të drejtave të njerëzit, lindi më 3 shkurt të vitit 1978. Në po të njëjtën ditë dhe datë ka lindur edhe aktoreja amerikane Kelly Sullivan. Bridget Regan mbush sot 44 vjeç, aktoreja amerikane lindi në vitin 1982. Më 3 shkurt 1987 ka lindur dhe këngëtarja shqiptare Elvana Gjata, sot ajo feston 39 vjetorin e saj.